njeriu mundet në momentet caktume me ndi një lloj kënaqësie, domethënë që po bën gjuna. Mund me ndi një lloj kënaqësie, për shembull, me i lën anash obligimet fetare. Mund me kon, po flej, po pushoj, po dalim apo. Mund me ndi në moment caktum se kryerja e obligimeve ndaj Allahut mund me kon ngarkesë. Mund në moment caktum me menu kështu. Po herë do kur do ka me një keqare për këtë. Ka marrë momenti ka mon, çka bona. E dikush këtë moment e ndin dunja, e dikush kur del për dunjas. Ama keqardhje, këtë kanë meni. Pa tjetër. Përsa Allahu Gjelle Ula përmen në Kur'an të ndërruzër situata kur njerëzit ditë në gjykimit dalin para Allahut madhum dhe e shojnë sa kanë humbë. E shojnë sa mundësit nuk i kanë shfrytzu. E qka thojnë? Rabbi rgjiun, o Allah këthem edhe njëre. Kella, s'ka këthim mu, ka marrë fund mu. Aj që del për dunjas, nuk këthejet mu, s'ka mu kush e këthen. S'ka forës që e këthen. Gjdo përpjekje për me e rikthy njëri njët është e kotë. Sa dhe që njerëz mundohen me avancu, me shkencë, me pun tjera, kur del shpirti, kur Allah ja merr dikuj shpirtin, ka marrë fund kjo pun s'kthehet më ai shpirt. E pamundshme është. Andaj njëri duhet me e shfrytzu mundësinë që në dunja me ndi keqardhje. Dhe ajo keqardhje me e shty ka përmirësimi, me e shty ka ndryshimi, me e shty ka përmirësimi i gjendjes së tij. Nga se, vallahi, herë do kur do, ka me erru keqardhje, herë do kur do. Madje të ndërru keqardhja i bjen hisë edhe besimtarve. Edhe besimtarve. U munu me net gati obligimeve, u munu me nërgu për të këqijeve, me po mirë, u munu. Me gjithë, edhe kjo ka me një keqardhje di gjykimit. Pse? Të kisha me bu më shumë apëtë. Që sa pa paguj ka Allah, të kisha me flet më pak, të kisha me dhonë më shumë, të kisha mu falë më shumë. Të gjithë ka me një keqardhje, në formë vetë se cili pej neve.